Mashtrimi është bërë ligji i tyre. Ligji themelori moralit tyre. Në Shqipëri rurale, qeveria me pashme ka investuar 3 miliard euro. Dhe ka ndryshuar në kulturën më tradicionale të zonës fushore kodrinore të Shqipërisë ullit nga 4 milion që vinë nga kohë e Skënderbeut në 11 milion rënj, si që bëni do të kur. Së dyti, smatëm me vendet e Bashkimit Evropian, dhe kjo është e drejtë, smatëm i do të. Po vetëm për Kosovën duhet të rikujtoj këtu. Kosova ka ndarë këtë vit 200 milion euro për bujqësi. 200 milion euro për bujqësi. Kosova ka ndarë 4 herë më shumë se Shqipëria. Kosova jep për 1 hektar grur $400 euro. Kosova jep për 1 hektar grur për plerat 100-150 euro për plehrimin. Jep për faren, jep për naftën. Pra, jo të krahasohemi me Gjermanin, jo, as me Francën, as me Italin, po me Kosovën pomor. Kosova ka gjysmen, ka gjysmen e buxhetit ton, 4 miliard euro. Po që jeni morë kështu kaq të mirë, që ngri bëri papagallin e një hajduti që po shkatron vendin apo jo. Si është kjo puna juaj? A keni ndjeja ju? A jeni shqiptar? Po ti do t'jesh i pari, sepse ata fermerët e Vurgut, e Jugut, Barakoa, zoti Berisha. Zoti Berisha, ju lutem. Përfundoni, ju lutem. Një fjalë. Nuk është fjala këtu, është fjala për Kosovën, për Maqedoninë, për Malnezi. Po i pardin që e vodhet dhe i përjashtuat nga 130 milion euro mbështetje europiane, Bashkimit Evropian për mirë shqiptar. Pse nuk e thuat i këte? Apo i vodhi ai që mu palejnë cili zhvillet kur në Shqipëri, dhe atë që vodhi e mori këshilltarë në zy. Zoti Berisha ka mbaruar koha. Zonja Ina Zhupa, për procedurë.